Presidenti Amerikan Donald Trump po shërton mundësinë e zgjerimit të operacioneve ushtarake ndaj Iranit, përfshirë intensifikimin e sulmeve ajrore, operacioneve me trupa toksore dhe goditje ndaj objektivave strategjike. Raportojnë zyrtar amerikan të cituar nga Wall Street Journal. Sipas gazetës, në diskutimet e Shtëpisë së Bardhë janë përfshirë disa skenarë, mes tyre pushtimi i mundshëm i ishullit Karg, një pikë kyçe për eksportet e naftës iraniane, si dhe bombardimi kompleksit nën toksor në malin e Pik X, lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Trump zhvilloi një takim në dhomën e situatave të Shtëpisë së Bardhë ku diskutuan këto opsione, ndërsa në bisedime morën pjesë zyrtarë të lartë amerikanë, përfshirë zëvendëspresidentin J.D. Vance, sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe generalin Dan Kane. Ushtria amerikane ka deklaruar se ka kryer sulme ajrore ndaj Iranit duke synuar aftësitë e Teheranit për të kërcënuar transportin detar në ngushticën e Hormuzit, ndërkohë që SBA po zbaton edhe masa bllokuese ndaj porteve iraniane, pavarësisht presionit ushtarak. Sipas zyrtarëve amerikan, Trump ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar për hapat e ardhshëm dhe ka deklaruar se preferon një zgjidhje diplomatike. Megjithatë, mungesa e një marrëveshje me Iranin ka bërë që administrata amerikane të shurtojë alternativa të reja për përshkallëzim. Një ndër skenarët më të rrezikshëm është një operacion ndaj malit Pik X, një strukturë fortifikuar nën toksore që besohet se lidhet me aktivitetet bërthamore të Iranit. Sipas analizave cituara nga Wall Street Journal, thellësia dhe ndërtimi i kompleksit mund ta bëjnë atë një objektiv të vështirë për të goditur. Një tjetër objektiv i mundshëm është ishulli Karg, qendra kryesore e eksporteve të naftës së Iranit. Kontrolli i këtij ishulli do të dëmtonte rënd industrinë energjetike iraniane, por do të ekspozonte forcat amerikane ndaj sulmeve me raketa dhe dronë. Ekspertët paremërojnë se një zgjerim konfliktit mund sjellë pasoja të mëdha, përfshirë rritjen e çmimeve të energjisë dhe përfshirjen më të thellë të Shteteve të Bashkuara në një konflikt të gjatë në lindjen e mesme.